Labinoti ja përplas fytyrës Albës. Ke dy talente me shpik dhe me fol gjatë pa thënë asgjë. Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova vazhdojnë të rriten. Ndërsa mbrëmjen e sotme gjatë spektaklit Praim, banori Labinot Haxhiu ka shpërthyer me deklarata të forta në drejtim të Albës, duke e vënë atë në qendër të kritikave të tij. Me një ton të drejtpërdrejtë dhe pa doreza, Labinoti u shpreh se Alba, sipas tij, zotëron dy talente shumë të mëdha, por jo në kuptimin pozitiv të fjalës. Deklarata e tij shkaktoi menjëherë reagime të forta si brenda shtëpisë, ashtu edhe në studio. Alba i ka dy talente shumë të mëdha. Talenti numër 1 është të shfrytëzojë çdo situatë që nuk ka absolutisht asnjë lidhje me të dhe ta kthejë rreth vetes. Ndërsa talenti numër 2 është me shpik dhe me fol gjatë. Pa thënë asgjë konkrete, u shpreh Labinoti, duke akuzuar atë për manipulim të situatave dhe për fjalime të gjata pa thelb. Këto fjalë sollën një moment të tensionuar në shtëpi, me Albën që u pa dukshëm e prekur nga deklaratat, ndërsa banorët e tjerë mbetën të ndarë në reagimet e tyre. Disa prej tyre u shfaqën të habitur nga shpërsia e fjalëve të Labinotit, ndërsa të tjerë duket se mbështetën qëndrimin e tij. Debati mes dy banorëve pritet të ketë pasoja edhe në ditët në vijim, pasi marrëdhënia mes Labinotit dhe Albës duket se ka arritur në një pikë kritike. Publiku tashmë është në pritje të reagimit të Albës dhe zhvillimeve të reja që kjo përplasje mund të sjellë në lojën e Big Brother VIP Kosova, ku tensionet dhe strategjit po bëhen gjithnjë më të forta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.